Përshëndetje të gjithëve. Si çdo fundjavë, edhe sot unë do përgatis një ëmbëlsirë të thjeshtë. Ëmbëlsira sot është një kek me karota, ara dhe limon. Kam bërë gati përbërësit më parë, kam ngrirë 2 karota të mëdha në rende, edhe një gotë me ara e kam ngrirë në grirës perimesh. I kam gati, filloj me njerë nga puna. Në një tas thyejmë 2 vezë. Shtojmë një gotë me sheqer, po ja u jap të gjitha masat në masa kuzhine. Një bustin me vanilje, gotat të gjitha janë 200 ml. I përziej me mikser për 4-5 minuta. Dhe më pas do fillojmë të shtojmë përbërësit e tjerë. Fare mirë, këtë kek mund ta përgatisni edhe me një tel kuzhine, me telin e vezëve. Do grim lëkurën e një limoni. I jep aromë dhe shije shumë të mirë limoni. Jo vetëm lëkurën do marrim, por kemi shtrydhur edhe lëngun e një limoni. I shtojmë në tas. Këtu kemi një gotë me vaj lule dielli, por mund të përdorni çfarë do lloj vaji që juve ju pëlqen. I përziejmë për 2 minuta. Është momenti për të shtuar mielin. Në fillim do shtojmë 2 gota me miell, duke shtuar edhe një lugë çaji me fryrës ëmbëlsirash. Një gotë me ara, 2 karota të grira në rende. Largojmë rasin elektrik dhe do ta përfundojmë me një spatull. I bëjmë një përzierje të mirë dhe pjesën tjetër të miellit është edhe një gotë me miell, do t'ja shtojmë pak e nga pak. Në këtë moment kjo është konsistenca e brumit, por do ta bëjmë pak më të plot. Shtojmë edhe një gotë me miell, shtuam gjysmën e gotës. E përziejmë, shtuam dhe pjesën e fundit. I bëjmë një përzierje për 2 minuta. Dhe brumi i kekut tashmë është gati. Në një forëm e kam lyer me vaj më parë, e pudrosim pak edhe me miell. Do vendosim masën e brumit të përgatitur. E kemi parangrohur furrën në 180 gradë. Do ta pjekim diku te 40-45 minuta. Megjithatë, gjithmonë pjekja varet edhe nga furra juaj. E vendosim në furrë. Ja edhe keku i sapo pjekur. Kuzhina ku ndërmon aromë shumë e mirë. Gjithmonë prova për të parë nëse keku ka kulluar është kunja e dhëmbëve. Pasi e kemi lënë të ftohet pak, e kthejmë në një pjatë. E lëmë sërish të ftohet. Dhe sipër e pudrosim me sheqer pluhur. Shkëpusim një pjesë për të parë edhe pjesën e brendshme të kekut. Duket perfekt. Është një kek shumë i shijshëm për fundjavë, por është edhe një kek që mund ta dhuroni kur vini tek ndonjë afërmi juaj. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.